Nën tinguj të këngëve Roft Serbia dhe Kosova jon, dhjetra qytetar, shumica prej tyre pensionist me flamuj të Serbisë dhe Maqedonisë, u mblodhen rrugëve të Kumanovës përkatësisht para konsullatës së Serbisë në këtë qytet, në kuadër të një tubimi mbështetës për presidentin serb Aleksandar Vučić. Organizatorët të tubimit janë shoqata maqedono-serbe, e cila kishte bërë thirrje publike për pjesëmarrje dhe mbështetje ndaj politikave të presidentit serb. Qytetarët fillimisht u grumbulluan në qendër të Kumanovës dhe më pas marshuan drejt konsullatës së nderit të Serbisë, duke mbajtur flamuj dhe pankarta të ndryshme. Organizatorët thanë se qëllimi i tubimit ishte promovimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal, duke shprehur njëkohësisht përkrahje për politikat e Vučićit. Jemi këtu si organizat, jo si parti politike. 99% këtu janë sërb me nacionalitet, por duhet të jem realiste këtu. Janë edhe numër i madh i qytetarëve Maqedonas. Të gjithë ndjekin politikën e tij, Vučićit, dhe veprimeve të tij. E mbështesim për zhvillimin që e bëri në Republikën e Serbisë. Këtu jemi si organizatë sërbëve që të japim një farë mbështetje dhe respekt për veprimtarinë e tij. Ndërsa nëse flas nga perspektiva personale dhe nga zemra, jam shumë e lumtur që jemi mbledhur këtu. Megjithatë, organizimi ka nxitur reagime politike në vend. Nga opozitarja LSDM kanë kritikuar ashpër për këtë aktivitet. Andrej Zhernovski nga partia opozitare ka cilësuar si ndërhyrje në çështjet e brendshme politike dhe ka akuzuar partner të pushtetit të VMRO-DPMN-s se qëndrojnë pas mobilizimit të qytetarëve për këtë tubim. Zhernovski tha se institucionet duhet të sqarojnë rolin e organizatorëve dhe mbështetjen eventuale politike pas këtij aktiviteti. Kjo heshtje është prova më e mire politikës tyre dyftyrëshe. Nuk është problem përzierja në politikën e një shteti tjetër. Problem për ta është vetëm kush e bën atë. Vetëm imagjinoni çfarë do të ndodhte sikur nesër në Maqedoni të organizohej për shembull një tubim në mbështetje të Radevit. Mickoski, Mocunski dhe gjithë rrjeti i tyre mediatik urbanist do të bërtisnin për ndërhyrje në punët e brendshme, rrezikim të sovranitetit, tradhti kombëtare dhe do të mbanin konferenca për shtyp çdo orë. Kjo është hera e parë që një tubim i tillë realizohet në Maqedoninë e Veriut dhe cilësohet si kundërpërgjigje e protestave që po mbahen në Serbi kundër presidentit serb. Qarqe të caktuara opozitare përgjegjës për këtë protest e kanë bërë edhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin Ivan Stojnković, i cili në qeverinë aktuale është si partner dhe kryetari i Partisë Serbe në Maqedoninë e Veriut.